Malteze e ndrit për shkuni, bjeshke malet. Rikthehet për të dytin vit radhazi konkursi ndërkombëtar i fotografisë dhe videove. Ato malet mallnushme. Wanderlust in Albania, i organizuar nga Agjencia Kombëtare e Turizmit në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, vjen si mundësi për të zbuluar bukuritë natyrore të Shqipërisë nga veriu në jug, përmes syve të vizitorëve. Ata kanë sjellë fotografi dhe video reels që kanë realizuar gjatë udhëtimeve të tyre në Shqipëri. Fotograf dhe videograf, profesionist por dhe amator nga Shqipëria dhe 36 vende të botës, sollën edhe këtë edicion imazhe dhe filmime duke treguar përmes objektivit të kamerës natyrën, trashëgimin kulturore dhe historike të Shqipërisë. Në konkurs morën pjesë dhe qytetarë nga vende të largëta si Mauritius, Kolumbia, Uruguay, Indonezia dhe të tjera. Dëshmon një etapë të re në zhvillimin e turizmit ton, pasi tashmë Shqipëria nuk është thjesht një destinacion turistik që po zbulohet, por është një frymëzim që po shpërndahet dhe po përjetohet globalisht. Ne dëshiruam që të promovonim Shqipërinë turistike përmes fuqisë së artit vizual. Nëpërmjet fotove dhe videove reels të mrekullueshme, do të thoja, të prodhuara nga tregimtarët më autentik, pikërisht vetë vizitorët. Në konkurs u paraqitën 800 fotografi dhe 100 video reels të përzgjedhura, të cilat do t'i shtohen fondit të Agjencisë Kombëtare të Turizmit dhe do të përdoren në materialet promocionale të Shqipërisë turistike, duke përfshirë revista, albume, flet informuese, broshura si dhe spote publicitare. Fituesit u nderuan për kontributin e tyre në promovimin e Shqipërisë turistike me 40 çmime speciale.